Përshëndetje, përpara se të vazhdoj me 4 aurat, do shpjegoj një herë pjesën e neutrinove, sepse është e rëndësishme të kuptojmë se si këto grimca ne mund t'i marrim si informacion nëpërmjet human design dhe t'i printojmë në një hartë unike dhe shumë të saktë dhe mekanike për çdo individ në tokë. Neutrinot janë grimca subatomike të cilat emetohen nga çdo yll qiellor që ekziston. Ato janë pothuajse pa peshë, janë pa masë dhe depërtojnë nëpërmjet gjithçkaje, nëpërmjet hapësirave, planeteve, ndërtesave, trupit tuaj dhe janë 1 trilion për çdo sekond. Pra imagjinoni, për çdo sekond që ne marrim frymë, ne depërtohemi me informacion nga yjet në një masë prej 1 trilioni. Pra është një det në të cilin ne, siç e thash, notojmë dhe është një energji e cila mund të përkthehet këtu në tokë si një guid se si të mund të navigojmë jetën në mënyrë korekte. Këto grimca mbajnë në vetvete informacion të koduar, i cili duke kaluar nëpërmjet çdo trupi që ekziston, gjithashtu ndikojnë në gjenetikën e atij vendi ose trupi. Që do të thotë në momentin e lindjes tonë, ky plur yjesh, le të themi, ka imprintuar se çfarë tipi do kemi, çfarë autoriteti, çfarë roli, çfarë teme jete. Pra gjithçka që ne mund të shohim në jetën tonë është imprintuar në momentin e lindjes. Dhe jo vetëm kaq, ky informacion që vjen tek ne, jo vetëm ka ndikuar atë moment, por gjithashtu është në mënyrë konstante duke na informuar, duke na formuar, duke na ndikuar. Dhe ne jemi gjatë gjithë kohës në përgjigje dhe në veprim të këtij kodi që na vjen gjithkohës nga yjet. Nëse do e thoja në mënyrën time, neutrinot janë gjuha e jetës që na flet gjithë kohës dhe na drejton të mund të bëjmë vendime dhe të marrim të lëvizim në mënyrë korekte në këtë dimension dhe gjithashtu të orientohemi drejt forcave të cilat janë pro dashurisë për veten, për jetën. Po këto janë tema që do t'i zbulojmë pak më gjerë në video të tjera. Tani do t'ju tregoj pak mandalën e human design. Këtu mund të shikoni se si kjo mandala që lidhet me I Ching, me astrologjin, me numerologjin, edhe me koncepte të tjera që nuk mund t'ja shpjegoj tani sepse janë shumë, jam të pafundme. Human design ka shumë informacion, është një univers i tërë. Këto video po i bëj jo për t'ju mësuar sistemin, por po i bëj që të mund t'ju jap këtë çelës dhe të mund ta përdorni në jetën tuaj të përditshme, sepse ky është gjithë qëllimi. Tani te kjo mandala mund të shikoni figurën e njeriut në qendër që ka 9 figura gjeometrike, ato katrorët, ata trekëndorët, janë 9 dhe janë forma e njeriut pas vitit 1781. Pra ADN-ja jon është zhvilluar dhe në human design themi që ka kaluar në një transformim gjenetik, sepse realisht ADN-ja jon është transformuar dhe trupi jon, pra ky tempulli ynë ka ndryshuar, nuk është i njëjti i mëparshëm. Dhe gjithashtu mund të shikoni këtu, mund të shikoni numrat, mund të shikoni ato zodiakët, gjithë shenjat e horoskopit pra, dhe gjithashtu 4 drejtimet kryesore të shpirtit. Janë këto ngjyrat e jashtme, bojqielli, portokalli dhe jeshilja me këtë rozën e fortë, që është initacioni, transformimi, dualiteti dhe qytetërimi. Pra çdo shpirt lind me një drejtim unik, secili prej ne është në një nga këto kuadrantët. Unë jam tek initacioni, kam shumë porta në initacion. Kjo nuk është harta ime, është një hartë që kam gjetur online dhe kjo shpjegon shumë dhe për mënyrën se si jeta ime është zhvilluar deri tani dhe këtë që po bëj, po këto detaje do i shpjegoj më vonë. Dua t'ju shpjegoj pak që te kjo harta numrat tek ato figurat gjeometrike, tek ato katrorët dhe trekëndorët quhen porta,
dhe kur ato formojnë një linjë të tërë të plot nga njëra port në tjetrën, ato krijojnë një urë që në Human Design quhen channels ose kanale, po do t'i quaj ura. Dhe gjithashtu, çfarë të shpjegoj tjetër? Tani në bazë të këtyre informacioneve dhe kombinimit të gjithë tyre krijohet 4 aurat e veçanta në Human Design dhe strategjia dhe autoriteti i individit. Aurat janë 4 dhe janë të përgjithshme. Pastaj strategjia gjithashtu është sipas 4 aurave dhe autoriteti është më shumë se 4, janë disa, po s'do e shpjegoj tani sepse mund të ngatroheni me shumë informacion. Le të kalojmë tek aurat.